By just asking him for his blessings. Whatever we are, it's because of his grace and his mercy. Love thee for thee. Tiye yutayo, tiye fopsayo, tiye ishte tiayo, tiye skambiyo. Te tu jem siguri, te tu jem praise, te tu jem dasuri. Randa ne jemi këtu për ty, vetëm ti të shikohesh, ti të lavdërosh, ti të adhurohesh, të lartësosh. Asnjë miq të lartësohet në praninë tënde. Prandaj unë jam këtu, prandaj ne jemi këtu. Vetëm ti ka rëndësi, vetëm vullneti të ka rëndësi. Unë të kemi lutur, unë të jemi përgatitur. O asnjëri të lartësohet në praninë tënde, asnjë miq të eksaltohet në praninë. Prandaj jemi këtu, prandaj të adhurojmë ty. Vetëm ti të shikohesh, të madhërohesh, të lartësohesh, të adhurohesh. Ne vendimim, jemi nasi, ajinemi. Oh, Lodi, Nevena. Oh, Nandino, Raportove, Nangride, jemi dorën tënde. Oh, Lodi, oh, Lodi për brengët tënde, Lodi për fjallët tënde, Lodi për zemrët tënde. Ine se nile nana. Oh, pandaj të rasim ty, pandaj e adhurojmë, vetëm nisim. Vetëm ti të adhurohesh, le të lavdërohesh, të marrësh lavdi që të takon. Madhështia jote, urtësia jote, fuqia jote, e papërshkusht. Rrugët tënde nuk janë tona e. Lavdi për jetë, vetëm ti të adhurohesh. Oh, amen. Mund të jemi nuk të përgatitur, mund të kemi argjëruar, por mos lejo që asnjë miq të ekzaltohet, të adhurojë vetëm emrin tënd. Emri tënd i veçën, emri tënd i shek. O mos lejo që asnjë miq të ekzaltohet, asnjë miq të ekzaltohet në praninë tënde. Vetëm ti të adhurosh, vetëm ti të lartësohesh. Ty të përkryet lavdia, madhështia, fuqia, urtësia. Ti je ati, prandaj ne të rasim hapa. Unë mund të shkoj, pa mund të bëj. Rrugët tona janë të pjeshme, urtësia jone është e kufizuar.
Kemi nevoj për ty, kemi nevoj për mbështetjen tënde, kemi nevoj për zërin tënd, kemi nevoj për mbushjen tënd. Të shikojmë fytyrën tënde, të shikojmë lavinë tënde, të shikojmë fytyrën tënde të mrekullueshme. Në atë ditë kur të shikojmë, do ta heqësh të mund, do ta heqësh të mund, do ta heqësh të pasju. Të shikojmë ty dhe birin tënd, të shikojmë lavinë tënd, të mbushemi prej teje, të gëzohemi në praninë tënde. Na ndihmo dhe një, na ndihmo dhe një, na fuqizo dhe një. Mund të jemi likur, mund të jemi përgatitur, mund të kemi agjeruar, por emri tënd të lartësohet, emri tënd të adhurohet, emri tënd të lartësohet, emri tënd të falenderohet. Ki më shirë për mua, ki më shirë për jetën time, ki më shirë për familjen, ki më shirë për ata që nuk, ki më shirë për fëmijës, ki më shirë për një vlla e motrës, e i zemrat e tyre ndaj teje, e na zemrat tona ndaj teje, ndaj rrugëve tënde, ndaj karakterit tënd. Ti do ngrihesh, do na tregosh mëshirë, ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, e do na tregosh mëshirën tënd. Ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, e do tregosh mëshirë mbi mua. Do tregosh mëshirë mbi familjarët tim, hava për rasin tim. Tregona mëshirë njerë, tregona mëshirë njerë, tregoj mëshirë aty që nuk të njoh, atyre që nuk janë akoma në praninë tënde. Te në shtëpinë tënde, te në dometimin tënde, në praninë tënde. Bëje dhe njerë, ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, ti do ngrihesh, dhe do na tregosh mëshirë. Ti do ngrihesh, ti do ngrihesh mbi familjarët, mbi vëlla e motër, të na tregosh mëshirë, të na tregosh mëshirën tënde, ti do ngrihesh,
O ti do ngrihesh dhe do na tregos mëshirën tënde. Si çdo mëngjes, si çdo drekë, si çdo mbrëmje, dora jote tregon mëshirë. O prandaj ti do ngrihesh edhe një herë mbi këtë gjenerat, mbi fëmijët tanë. Mos lejo që mëkati të rrethoj. Mos lejo partnerët tanë të fundosin në grofë mua. O lutre mua, të tregosh mëshirën tënde, edhe njerë t'i vizitosh t'i kthesë zemrat e tyre. Edhe njerë o ati, edhe njerë o ati, te u dhe trego mëshirë për ta, trego mëshirë për ne. Vriu dhe njerë o ati him, vriu dhe njerë, dhe na trego mëshirën tënde, trego na mëshirën, na falë, na pastro. Mëshirë o ati, mëshirë o ati, trego na mëshirën tënde dhe njerë. O ti do ngrihesh edhe njerë, ti do ngrihesh edhe njerë. O ti do na tregosh rrugën tënde, ti do na mbushësh me zemër, me dashuri, me brengën tënde. Jemi këtu atë, nuk kemi asnjë gjë për të treguar, kemi asnjë gjë për të lavdëruar vetëm për të mburur, për të kërkosur ndaj te, ti në mëshirën tënde ti na mbaj. Ti mëshirë një, jemi këtu atë, për të marrë prej te, që ti të lavdërosh, që ti të adhurosh, ti të lartësohesh. Ne jemi këtu që ti të tregosh, ti të lartësohesh, ti të lartësohesh në kombin tonë, o në vende që banojnë, lavdi për jetë. Ki mëshiro atë ata që nuk të njohin, dhe i zemrat e tyre, o thyë errësirën, dhe shkëlqej fytyrën tënde, mëshirën tënde, dhe kthej zemrat e tyre në praninë tënde. Ti the në libri Jobit që ti e bën këta 2 herë, 3 herë me njeriu për ta shpëtuar nga gropa. Ta ndriçuar ti fjalën e jetës me dritën tënde, udhërimet tënde. Ki mëshirë atë për asamblenë shqiptare, ki mëshirë për asamblenë për e kongë, të gojë lavdin tënde,
Tregohe o atë një fytyrën tënde. Thej në rrugët tënde, në urdhrimet tënde dhe njehu. Trego mëshirën tënde. Nuk kemi asë një gjë për të mburur atë për para te. Ti tregove mëshirën, ne ishim pa shpresë, pa Elohim të botë, pa ty. Po ti shtrive dorën tënde. Ti shtrive dorën tënde dhe sakrifikove. Janë më të shtrejtë që kishe. Mëshiro. Ki mëshiro për ata që janë gënjur. Ki mëshiro. Shalom motra Adonai të foftë. Shalom dhe motra ju që ndishni online. Mbrenga është e madh. Unë lutem atë që ti të përjetosh brengën e atë në zemrën tënde një ditë. Sepse do të ndryshoj jetën tënde, do të ndryshoj mënyrën se do të shikosh gjërat, mënyrën se do të shikosh marrëdhënie. Marrëdhënie që fillimisht është me atin. Marrëdhënie që fillon më përpara prej tij, ajo është burimi i çdo gjëje në qiell dhe në tokë, thonë Efezianë. Ajo brengë do të mbaj gjallë. Ajo brengë do të të ushqejë. Unë lutem që ta përjetosh një ditë. Ndoshta mund të kesh marrë her pas here ndonjë grimcë si shati na lejon në mëshirën e tij. Kur është shtrëngimi i madh në zemër, në shpirtin, në frymën tënde. Është një moment i mrekullueshëm. Në të njëjtën kohë që ke lutem atit që të m'japi dhe fjalët, sepse nuk është e lehtë për ta shprehur ndërmjetësimin, brengën që është brenda. Kam që në mëngjes kur jam ngritur, ngrita në mëngjes herët, ishte rend, brenga është e rend, nga motër. Shumë për jush nuk e kuptojnë fjalën ndoshta brenga është kur zemra ati depozitohet brenda teje për gjërat që ai dëshiron, për gjërat që ai vajton, për gjërat që shikon. Individualisht dhe si asamble, dhe për ata që thrasin emrin e Atit Elohim. Aleluja. Shabbat shalom për ju që jeni këtu vëllezër motra. Për lavditatit. Sot është normalisht dita e tij e veçuar, ka hyrë në perëndim të premtes deri në perëndim të shtunës, është dita e tij që meriton nder, dita e tij që Ati na ka dhënë. Le të shkojmë në vargjen e takimit me sa do kemi me hirin e tij.
Atë që po thesha vëlla motër, thoshte dita e tij është festa e tij, sabati i veçuar në tëra vendet ku ne banojmë. Prandaj thotë dhe veçlia që ne kemi hyrë me anë të gjakut të Mesias, Efezianët 2, Romakët 11, për ju që shikoni shkrimin, studioni, lexoni, do kuptosh që beslidhja që ati vendosi ishte para përcaktuar. Lavdërimit të tij na bëri pjesë të karakterit të tij, na bëri pjesë të premtimeve, të majmërisë. Lavdëati dhe pikërisht është sabati, është dita e tij. Është një shenjë e përjetshme, është një beslidhje e përjetshme që duhet kremtuar brez pas brezi. Brez pas brezi ati dëshiron që ne të mësojmë fjalën, udhërimet e tij, rrugën e tij, karakterin e tij, sjelljen e tij të përsosur, një gjenerata që po vinë, që të lejmë një trashëgimi të mirë në Sion, lavdëatit. Kjo është brenga e tij. Dhe normal që ty ndoshta të është normal që të është në ditën e diel, por dita e diel nuk është dita e atit, është dita e parë e javës. Është ndryshuar në 300 me dekreti që ka ndalë në Qillin e Nicesit, që ishte mbas ikjeve të apostull, kur formuan shumë prej denominacioneve, duke filluar me katolicizmin, ortodoksë, që masandaj rrjedhen të gjitha thuandarjet e njeriut për ta përmbledhur. Po të shikosh, po të hysh në shkrimin e para Korintasve 16:2, vargut në njëjtën kohë veprat 27 apo Gjoni 28, mos gaboj, kur ti shikon në Biblën tënde dita e parë e javës, aty kemi të bëjmë me sabatin e parë. Është vetë fjala ditë është shtuar, po të hysh në korrespondancën, vetë fjala sabaton është përkthyer gabimisht, përse duhet ishte java. Fjala sabaton, vetë nga fjala e rrenjës, përmban përkthimin e vërtetë të sabat. Lavdëatit e shtuna që themi, shtuna ka shlindur një fjalë që nuk është prej shkrimit, por gjithsesi për ta kuptuar, fillon në të premten dita e veçuar atit, ku nuk punojmë në atë ditë, ushojmë nga çdo punë, ti dhe shtëpia jote, siç e shikon dhe ati në këtë rast në ditën e 7 çfarë pushoi dhe u çlodh dhe mbaroi në këtë rast së foluri në këtë rast i dha pllakat profetit të tij Moshe Mojsiut në malin Sinai, që i shkroi me gishtin e tij, vetë shkrimi. Kur ati shkruan diçka me gishtin e tij, nuk është për t'u anulluar, nuk është për t'u hequr, sepse njeriu nuk ka pushtet, nuk ka autoritet, nuk është në gjendje. Dhe secili masandaj mban përgjegjësinë dhe ka pasoja vëlla motër, kur shkojnë kundra shkrimit. Ne mund të shikojmë situatën tonë, në themi, ja si janë gjërat, apo ku ta di unë, ja ku është ambienti këtu ku jam. Vëlla motër, ati në këtë rast është i përsosur, ati në këtë rast nuk anashkalon sjelljen e tij të drejtë, sepse neve në këtë rast kemi thuash atë frikën e momentit apo dyshimet, që masandaj kur fillon dyshimi fillon frika. Duhet kemi besim, vëlla motër, për çdo gjë që ai ka folur, ka premtuar, i kanë folur, ndoshta disa për ju më keni ndjekur në kanalin ton YouTube, që jemi në këtë rast mja xhonuar, Zeri Mesias, dhe ku ti tani po e dëgjon, ne gjithashtu kemi misinë të zakonshme në Telegram. Në qoftë se ke një zemër bashkohu, të mirë informohesh, të mirë pajisesh me shkrimin. Kjo është zemra ime, pra të punë po vajtoja, kam me vite që vajtoj për popullin tim. Ne nuk është prej meje, në çdo gjë që na jepet nuk është prej njeriut. Është nga fryma e shenjtë, është prej Atit që zbret dhe dëshmon në këtë rast të qarën e tij, në këto kohë, në këto ore që po jetojmë. Ja, thjesht për të thënë disa nga premtimet e tij. Ati vetë deklaron në libri i Jeshaja, në Isaia, profeti i tij. Kapitulli 58 thot, në rast se përmban këmbën që të mos e dhunos sabatin, thot ati. Ditën time, thot. Në këtë rast thot, nuk duhet të kryesh punët e tua gjatë ditës time të shenjtë, të veçuar, të lënë minjanë. Ka një qëllim, që në këtë rast ti çfarë thotë? Në qoftë se e quan sabatin në këtë rast kënaqësi, të kesh kënaqësinë tek Ati, tek dita e tij, të meriton nder. Meriton nder, vëlla motër. Meriton nder, vetë Mesia thënë do ta shikojmë dhe më vonë. Vetë tha, deklaroi mbreti i lavdisë, ai që në këtë rast na shpëtoi. Njeriu në këtë rast i tha, sabati është berë për njeriu. Në Marku 2 do ta shikojmë, është berë.
është vendosur, është një mrekulli, është krijuar, Ati krijoi dhe vetë erdhi Mesia për na pasqyruar karakterin e Atit, për të konfirmuar fjalën që Ati jepte. Sabati është bërë për njeriu, është krijuar, siç në këtë rast e pam pak më përpara. Çfarë? Në këtë rast thot Ati çfarë? Punoi në këtë rast të 6 ditë, sepse në 6 ditë Jahve bëri qiellin dhe tokën, dhe në ditën e 7 që sabati shtuna, ai pushoi dhe u çlodh që ti dhe unë të identifikohemi me karakterin e tij. Ajo ditë që meriton nder, nëse e nderon, thot Ati, duke hequr dorën nga udhëtimet e tua. Në këtë rast të panevojshme ka fjalën, udhëtime që nuk janë në këtë rast emergjente. Ka fjalën që mund të udhëtosh në ditën time për kënaqësi, por nëse është për miqësi, nëse kërkon në këtë rast lajmi i mirë të shpërndahet, apo nevoja në vëllezër dhe motor, miqësia, çdo gjë tjetër që i përket aspekteve të mbretërisë së tij në kontekstin e miqësisë, në frymën e shenjtë, në kishë, beje vëllai motor. Por në këtë rast duhet të largohemi nga kryerja e punëve tona, nga të folurit e problemeve e tua, thot Ati, mos fol për shqetësime në ditën e time të veçuar, në atë ditë nuk do të kesh shqetësime, nuk do të hyj. Përse Ati ke menduar ndonjëherë, ndoshta ti mund ta marrësh për momentin, por unë po e marr si dëshmi akoma më të thellë. Sepse Ati thot në atë ditë është çlodhje apo jo. Në këtë rast pushim, çlodhje. Nga gjithë punët tënde, nga gjithë ajo e vrapuara tënde, nga gjithë shqetësimet apo si thua, nga mendimet që ke gjatë javës që akumulohen me të drejtë apo pa të drejtë, jetojmë në këtë Babiloni, në këtë botë të shturur, kemi të bëjmë me njerëz që nuk janë besimtarë, ndoshta në punën tënde apo kur del në dyqan apo në ambientin, në komshinta, kudo që je në lagjën tënde. Kemi të bëjmë me strukturat e të ligut. Por thot Ati në këtë rast, në ditën time të veçuar, në sabatin tim, leri çdo, thot ma jep mua brengën tënde. Në atë ditë thot mos fol për mos u shqetëson atë ditë, thot, sepse atë ditë unë në këtë rast e kam bekuar atë ditë që ti të bekohesh, që ti të marrësh çlodhjen frymërore, shpirtërore. Në këtë rast identifikohesh, sepse a ka ndonjë shqetësim vëlla motor, ti mund ta shikosh vetë, a ka ndonjë shqetësim me Atin? A përben në këtë rast mbretëria e tij ndonjë shqetësim? Kur vetë Mesia thot mos u shqetësoni, vëlla motor, të mos shqetësohemi për asnjë gjë në jetën tënde, sepse në momentin që ti dhe unë shqetësohemi, në këtë rast ka hyrë çfarë? Ka hyrë frika, ka ikur besimi, dhe masandaj a mund t'i pëlqejmë Atit pa besim? Vetë shkrimi deklaron që nuk mund t'i pëlqejmë nëse nuk besojmë që ai është, ai ekziston, e ka fjalën shkrimi. Ai ekziston dhe aty ka një kapitull më vete, karakteri i tij kush është, ai qëndron, ai dëgjon, ai shikon çdo gjë që neve, ai shikon dhe mendime më të thella. Hiç para se ne të flasim me gojën tonë. Ai është, dhe çfarë është? Në këtë rast shpërblyesi, lavdjatit shpërblen, i atyre që e kërkojnë në ditën e tij, që kërkojnë të zbatojnë urdhrimet e tij. Që kërkojnë me gjithë zemër, si mund ta kërkojmë? Vëlla motor, e kërkojmë me gjithë zemër lavdjatit kur adhurojmë, por masandaj ecja jonë në drejtsinë, në shkrimin, në urdhrime, në ligjin e tij të përsosur, përben në këtë rast kërkimin e vërtetë. Dhe nuk është çështje emociones, keni dëgjuar shumë herë. Nuk ka të bëjë fare në këtë rast emocione si gjë primare, kryesore, në ecjen tonë, në marrëdhënien tonë me Atin, apo në këtë rast marrëdhënie me vllajën e motrën, ka të bëjë me në këtë rast me identifikimin e shkrimit të fjalës, të urdhrimeve të tija, të karakterit të tij të përsosur që e gjejmë në ligjin e tij të përsosur, që të ngulmojmë në të lavdjate, dhe në këtë rast një nga urdhrimet e tija është sabati që përmban ligji i tij, kushtetuta e tij. Do të gjesh kënaqësinë tënde tek Jahve, thotë në çfarë? Në atë ditën time, se konteksti fillonte në këtë rast që mos e shkelim sabatin e tij. Vëlla motor, merre në zemrën tënde. Merre në zemrën tënde që dita e tij është në këtë rast është e veçuar dhe është në këtë rast i kërkohet nder. Është diçka shumë e rëndësishme, është prioriteti në jetën tonë javore në këtë rast, në ditët tona. Ati do siguroj për çdo gjë që do kesh nevojë.
Ati do siguroj dhe po të shikosh në fjalët e urta 4 mund të gjesh hir në sytë e tia vetë njerëzve në këtë rast kur zemra tënde në këtë rast po ngulmon dhe bën çmos që ti të zbatosh sabatin e tia. E di që shumë gjëra në këtë rast normal që janë thënë ndryshe, jemi mësuar, por nuk përben në këtë rast çdo urtësi të njeriut, drejtësia e atit. Drejtësia e atit është e veçuar nga njeriu. Ai është e veçuar nga motër, nga çdo perceptim mishor apo çfarë ne mund të kuptojmë apo ndoshta dëgjojmë, ta themi që dëgjuam diçka në lutje, le ta konfrontojmë me shkrimin, çdo gjë që neve dëgjojmë në zemrën tonë. Sepse është fryma që ka shkruar vargjet e që ti shikon, dhe janë të përjetshme. Ati ka vendosur fjalën e tij, thot, vjen në psalmi, thot, përjetësisht e ke themeluar, thot, e ke themeluar. Kur themelohet diçka, e ke themeluar për jetë fjalën tënde. Të gjejmë kënaqësinë tek Ati dhe thot unë nëse rezultat në këtë rast që ti vetëm imagjino vëlla motër kur shikojmë dhe normal që disë shumë prej atyre që në këtë rast nuk duan të ecin në rrugët e tia kur flasin për shkrimin dhe flasë jashtë miqësisë tonë. Kur shikojmë vargje të tilla, po ja ti po thua të njëjtin gjë. Vëlla motër, çfarë do të flasin? Kur janë vargjet përpara nesh, kur janë aspektet, principet frymërore që ti të gëzosh për lavditë e Atit, mirësinë e Tij, që Ati në këtë rast do të konfirmojë vetë mirësinë e Tij, duke na bërë të mirë, të konfirmojë besëdidhjen e Tij në shkrimin që ne shikojmë. Por nëse ti mendon që këto gjëra nuk ekzistojnë më, nëse neve mendojmë që Mesia erdhi dhe i hoqi çdo gjë që shkrimi nuk ka thënë, Mateu 5 konfirmon dhe vetë do të shikojmë vargjet, është marrëzi të mendosh që i biri i Tij erdhi për të anulluar karakterin e Tij që shprehu në ligjin e Tij të përsosur. Kur ne nuk lexojmë shkrimin, kur ne mësojmë gabimisht, kur ne dëgjojmë dhe normal që isha për para ca ditësh lavdjatit për atë hirin e Tij që hapi në vendin tonë dhe vizitova disa asamble, disa kisha, por brenga është e madhe. Gjërat që dëgjojmë lejmë për të dëshiruar, Ati pas mëshirë. Prandaj po vajtoja dhe vazhdoj të kërkoj fytyrën e Tij derisa të kemi frymë për gjërat që dëgjoja, për atë bisedat që janë parciale që Ati pas mëshirë. Çfarë mund të them? Nga një anë themi po është e vërtetë, mos andaj bëjmë diçka tjetër. Por përse konfirmojmë disa gjëra me gojen, sepse duhet të jemi çfarë fetar, unë jam në dukje, mos andaj se që praktikojmë, po gënjejmë veten, thot Jakovi 1. Ti dëgjon në këtë rast fjalën, po harron në këtë rast çfarë të praktikosh. Flas për ata që janë drejtues dhe zemra time qan për gjëra bilest. Po të shikojmë të dytën e mbretërve 6. Profeti Elisha në këtë rast thua Elisha, është një Eliseu, është një emër, nuk është i shkrimit. Ka të bëjë me Zeusin, ka të bëjë me lloj mënyre hynie greke që adhuroshe. Elisha, lavdjatit, Elisha, dishepulli i Eliahut. Profeti dëgjonte. Ja po shkojmë tek shkrimi. Vëllamut. Po më vjen në zemër, ja ku kemi shkrimin. Kur mbreti i Sirisë në këtë rast ishte në luftë kundra Izraelit, dhe ka një kontekst që po e them përse po e marr të dytën e mbretërve 6, sepse ishte lidhur me atë që thash pak më përpara në këtë rast dëgjimin në frymë, vëllamotër, pavarësisht se një person mund të shfaqet, mund të thotë çdo gjë të bukur, mund të thotë çdo gjë të mirë dhe deklaron me gojën e Tij që ai është i devotshëm apo ku ta di unë. Por lutem Atit që Ati të japi sy frymëror që ti të dallosh në këtë rast dhe të bëhen të njohur fjalët që të tjerët në këtë rast të bisedojnë me njëri tjetrin. Kështu si thotë shkrimi. Përse? Sepse do marrësh në këtë rast, do marrësh kujdestarinë tënde, do marrësh si thua ato, do dish me këtë bësh.
Shkrimi thotë që kur mbreti i Sirisë ishte në luftë kundër Izraelit, duke kushëlluar thot me shërbëtorët e tij, tha: "Kampi im do të jetë në filan vend", thot. Atëre njeriu Elohim dërgoi të thotë mbretërit të Izraelit: "Mos trego pa kujdesi në filan vend, sepse aty pos presin sirët." Ishte në luftë Izraeli me sirianët. Prandaj thot mbreti i Izraelit dërgoi njerëz në vendin që njeriu Elohim e kishte treguar dhe kishte çfarë përlajmëruar të tregoj i kujdesshëm. Kështu ai u tregua vigjilent ndaj këtij vendi dhe kjo ndodhi jo një herë, apo jo vetëm një apo dy herë, kishte fjalën mbreti u tregoi i kujdesshëm nga fjalët që profeti Elisha i tha. Shumë i trodhintur në zemrën e tij për këtë gjë, thot mbreti i Sirisë mblodhi shërbëtorët e tij dhe u tha: "Dini, thoni se kush nga tanët mban anën e mbretit të Izraelit?" Dhe mbreti në këtë rast çfarë po theshte? Po theshte që ka dikush tek ne që tregon lëvizjet tona në këtë rast ushtrisë së Izraelit. Kush po flet nga ne e kështë fjalën? Kush po spionon e kështë fjalën me pa? Thot në këtë rast njëri prej tyre, një nga shërbëtorët e tij, të këtij mbreti të Sirisë, ju përgjigj: "Asnjë mbret", thot im Zot, "por Elisha, profeti që ndodhe në Izrael, çfarë? I bën të njohur mbretit të Izraelit biles dhe fjalët që ti thua në dhomën e gjumit." Shiko në këtë rast çfarë fjalësh merrte profeti Elisha. Normal që ati fliste, normal që jepte dëshminë nga fryma e shenjtë që ishte tek profeti, por shiko që në këtë rast profeti dinte planet e të ligut, e armikut, dhe për ta me që më erdhi në zemër, misia që shikoja dhe në këtë rast vetë ati më tregonte si thuash fjalët që bisedonin disa prej tyre, flas për drejtuesin midis tyre. Dhe vërtet ishte qesharake për fjalët që po dëgjoja, dhe ishin fjalët që ati fliste, po më fliste në këtë rast dhe çfarë po murmurisnin midis tyre. Nuk është vëlla motër për të thënë diçka apo për tu, por janë gjëra që ndodhin, dhe shumë prej tyre duan që në këtë rast të mbanin atë, po mbajen çik me të mirë në këtë rast afroje, sepse dhe ai do ra drejtohet. Këto fjalë dëgjoja, dhe më vjen keq sepse janë disa nga por janë të lidhur nga Tirana dhe janë të lidhur me sekte të ndryshme, dhe lutem atit që të dalin dhe të nderojnë atin në rrugën e tij, të drejtojnë kopetë në të rast që janë në pranitë të tyre, me fjalën e vërtetë, me ligjin e përsosur, me urdhrimet, me festat e tija. Lavdiatit. Vazhdojmë të shkrimi, vëlla motër. Po flisnin për ditën e veçuar, sabatin e tija, që në këtë rast ka hyrë në Shqipëri, sepse ora tek ju është ora 10. Mbaron nesër në Perëndim. Lavdiatit në këtë rast thotë si rezultat i nderimit thotë ditës time, ati thotë do të bëj që të kalërosh mbi lartësitë e tokës. E ka fjalën nga ana frymërore, vëlla motër. Do të ngre, do të uçej, do të mbroj. Dhe nuk ka, vëlla motër, pra asnjë shqetësim në jetën tënde, e theksoj dhe njerë, sepse pika e parë e mendjes që neve në këtë rast influencohemi nga Satani është mendja. Shiko drejtsinë e shkrimit, shiko premtimet e atit, meditoj ato gjëra në zemrën tënde, besoj atit me gjithë zemër, thon fjalët e urta. Dhe mos u mbështet në gjykimin tënd, mos mbështetemi çfarë shikojmë apo dëgjojmë ne. Çfarë thot shkrimi? Do vijë ajo situatë në këtë rast që ke nevojë. Ati do ta qartësojë, por do zemrën tënde, do atë pastrimin tonë, do atë rafinimin në këtë rast përsosmërinë që ne po ecim, nëse ti ke kuptuar që urdhrimet e tija janë të vërteta, por nëse ke kuptuar, në këtë rast mos i shkel, vëlla motër, me vedije, sepse është pa udhësi. Ka përgjegjësi, vëlla motër, ka përgjegjësi në këtë rast për ecjen, për çfarë neve kryejmë gjatë ditës tonë. Merre në këtë rast dhe vendose në zemrën tënde. Merre në zemrën tënde që të kërkosh urdhrimet e tija, ti mësosh, ti lexosh, dhe mos lexo vetëm disa vargje, apo të vjen diçka nga aplikacioni, siç dëgjojmë sot. Lexoje shkrimin, studioje në kohën tënde, fillon nga zanafilla. Mos ndaj ngriu lart deri në Nezbulesa.
Ju që jeni këtu, vëlla motër, ju e dini që zemra ime është në këtë rast të mësohet shkrimi, nëse ka pyetje, nëse edhe për ju që mund dëgjoni online, mund të komentoj dhe miqësojmë, ose personalisht në Messenger, Ulger Spai, mund të më gjesh. Dhe unë e di që në zemër ka shumë dëshmi dhe ka shumë në këtë rast dëshmi që kanë marrë shumë për jush, për gjëra që mund të kem folur, për lavdi të Atit, nuk jam i vetëm, nuk do jemi i vetëm. Por zemra ime, brenga ime është që ti pëlqesh Atit në rrugët e Tija, që ti jesh pjesë e asaj mbretërisë që po vjen. Dhe shkrimi, vëlla motër, përcakton disa aspekte, zbulesa 22 apo shenja që po flisim pak më përpara, zbulesa 12, janë dy shenja që përcakton vargu në këtë rast, 13 dhe 14. Merr shenjën e Atit, që janë urdhrimet e Tija. Sabati i Tij është një shenjë e përjetshme. Mesia mbajti për 33 vjet. Dhe kam përmendur, vëlla motër, çdo gjë që Mesia praktikovi, mbreti tent, Krishti që në këtë rast që thua, i vajosur, se Mesia do thotë i vajosur i Tija. Çdo gjë që vetë Jashua Mesia praktikoi, vëlla motër, dhe ti do ta gërmosh, ti do të bësh në këtë rast kërkimin tënd, leximin tënd. Çdo gjë që ai praktikoi edhe ti dhe do gëzosh zemrën e Atit. Do gëzosh zemrën e tij, vëlla motër. Sepse në këtë rast, e para Pjetrit 2:21 na thotë që ai në këtë rast Mesia ishte shembull që ne duhet të ndjekim gjurmët e Tij. Çdo gjë që ai në këtë rast eci, mbajti, praktikovi, dhe tha, normal që tha shumë prej urdhrimeve të Tija, Atit, të bashkangjitura në harmoni me urdhrimet e Atit, sepse në këtë rast ishin në harmoni, unë dhe Ati imi një, tha, apo jo. Që thot, u lutet masandaj për dishepujt, thot, që dhe këta, dhe atyre që do mësohet fjala, normal që do të merresh edhe dishipullizimi dhe do merresh fjala, një ditë siç na erdhi dhe ne, nëpërmjet apostujve dhe ndër gjenerata, që ne të jemi një në këtë rast me Atin, në Mesia, në frymën e Shenjtë. Apo jo? Ati të na lartësojë në këtë rast të kalorojmë mbi lartësitë e tokës dhe në këtë rast të japë të hash trashëgiminë e Jakubit Atin tënd. Trashëgimia kishte fjalën premtime që unë i fola etërve tuaj që akoma ti nuk kishe lindur. Unë e ti nuk kishim lindur, premtime që Ati kishte bërë me njerëzit e tij, me Abrahamin, në këtë rast me Jakobin, me Isakun, ishte çdo premtim dhe biles po të shkojmë premtime që i dha dhe foli gjithashtu disa profeci që në Adami, masandaj kemi Enokun, kemi lavdiatit, kemi Noan, Mojsiun dhe çdo premtim masandaj që shikojmë ndër presa. Kjo është trashëgimia që ne mund të hajmë se rezultati i mbajtjeve të urdhrimeve të Tija, që njëra prej urdhrimeve është dita e Tij veçuar Sabati, vëlla motër. Nëse je në punë, vëlla motër, lere atë punën në këtë rast të shtunën. Nëse duhet të largohesh sepse nuk gjen hir në sytë e njerëzve, do thotë që nuk është vullneti i Atit atje. Do siguroj një punë më të mirë, do siguroj një ambient më të mirë, që ti në këtë rast të gjesh favor, të gjesh hir, në këtë rast dhe në punëdhënësit tënd, që ti të kesh besim, lutju Atit, shko në vendin e lutjes dhe në këtë rast zbrazë zemrën tënde për nëse zemra jote është për të mbajtur ditën e Tija, Sabatin. Në masandaj do ta shikosh që rrugët e Tija nuk janë rrugët tona, rrugët e Tija janë të përsosura dhe në këtë rast do gjesh mundësinë e punës, do gjesh në këtë rast rrugën e Atit, sepse zemra tënde dëshiron që ta nderosh, që meriton nder, vëlla motër. Dhe shkrimi na thotë, meriton nder. Sepse goja e Jahve ka folur nëpërmjet profetëve. Ja ku kemi profetin Jeshaja, që është emri i tij vërtet. Ka folur nëpërmjet tyre. Dhe ky është ligji nëpërmjet që flit normalisht që 5 librat e parë të Biblës, por kemi fjalë të urta, kemi në këtë rast profetët, kemi psalmet që është ligji i tij me pak fjalë, beslidhja e parë, dhjata e vjetër. Ai është ligji, vëlla motër. Shiko çfarë thotë në këtë rast, po të shikojmë vargun 13, do shikojmë vargun 13 në Bibla amplifikuar, sa bukur e thotë. Nëse ktheni këmbën tuaj nga udhëtimi i panevojshëm, në ditën thotë e Sabatit, nga berja e kënaqësisë tuaj, në ditën time të veçuar, të shenjtë, dhe e quani Sabatin një kënaqësi frymërore,
Lavdiatit mbushja frymërore, një kënaqësi të takosh Atin, të lutesh në atë ditë në këtë rast, të shkosh të miqësosh në këtë rast, ti thuash dhe të kesh atë bisedën me pastorin tënd. Ku je? Përse neve jemi në ditën e parë, në këtë rast Ati ka vendosur ditën e datë sabatin që ne të kemi miqësi, është një mbledhje veçuar, thot Eksodi. Lavdiatit, është një mbledhje e lënë me njënë. Të gjejmë kënaqësinë frymërore në ditën e veçuar të Jahve të nderuar dhe e nderoni atë, duke mos ndjekur rrugët tuaja, ose duke mos u angazhuar në kënaqësinë tuaj, ose duke thënë thot fjalët tuaja boshe, ka fjalën për shqetësimet apo çdo fjalë që ne mund të flasim që nuk i përket asaj dite apo vullnetit të Atit në shkrimin e tij. Normal që fjalët kanë rëndësi vëlla motër. Prandaj dhe shumë herë ju më keni dëgjuar, më ke dëgjuar dhe ti motër motër në fjerë, kur edhe shumë për jush, sepse fjalët kanë shumë rëndësi. Neve ndoshta ishim mësuar më përpara që flisnim disa gjëra në këtë rast, apo të trashëguara apo të folura nga ambienti ton apo nga traditat tona. Ne vëlla motër nuk flasim siç flet bota. Fjalët kanë rëndësi, fjalët në këtë rast mos e marrim sepse fjalët po ta deklaroj këtë gjë do ta marr sepse unë thash disa fjalë. Jo vëlla motër, ka të bëjë me atë brendësinë e zemrës, sepse nga brendësia e zemrës goja flet, thot shkrimi. Që neve të mbushemi me fjalën dhe pastaj çfarë? Në bisedën tënde ti do flasësh shkrimin, sepse ti ke memorizuar dhe ke mbjellur fjalën e tij në zemrën tënde. Dhe masandaj do flasësh shkrimin. Kur ke miqësi me një motër, me një vëlla, apo kur je jashtë në këtë rast do jesh i mirë përgatitur për shpresën që ndodhet tek ty, thot shkrimi, apo jo, nga ana e ungjillizimit, e lajmit të mirë që mund të japësh të tjerëve. Por ne duhet të mbushemi që të japim. Dhe ju më keni dëgjuar shumë, normal që dhe unë, vëlla motër, duhet të mbushem që të jap. Të flas në këtë rast për atë që Ati vendos dhe normal që e morëm pjesërisht të lavdiatit në fillim kur lavdëruam Atin, dhe ajo është mbushje. Shpresoj që ju të keni marrë pozicionimin tuaj dhe të mos jetë vëlla motër, sepse po e flas për ju dhe për ju që dëgjoni online. Në fillim të takimit, gjithmonë ka një adhurim që është për të pozicionuar zemrën tonë. Tras ti po pozicionohesh në dhomën tënde atje ku e po dëgjon, ose kur dikush do ta dëgjoj apo ti do t'ia dërgosh, dhe unë lutem Atit që ta shpërndash, të nënshkruash në kanalin tonë për ecjen tënde, për hyrjen në mbretërinë e Tij. Dhe kjo është pozicionimi që neve bëjmë. Mbyllesh në dhomën tënde, filloi takimi, lej çdo gjë në këtë rast, ajo është koha e veçuar. Po, koha e veçuar që neve bashkohemi me Atin në frymën e shenjtë kur 2 ose 3 mblidhen në emrin e Tij, apo jo? Është në mesin tonë. Lavdiatit. Le të vazhdojmë, vëlla motër. Le të vazhdojmë. Desha të kaloja po me pak fjalë, atë që po thesha pak më përpara, vetë Mesia na thotë në Marku 2:27, që sabati është bërë për njeriu. Është bërë, kur shikojmë fjalën ginomai nga greqishtja, kur shikojmë leksikonin biblik, thotë të vinë ekzistencë, të fillojë të jetë, të ndodhë, të ngrihet, të shfaqet, të dalë në skenë, thotë, për të bërë, kompletuar. Është një mrekulli, thotë, është sabati i mrekullive. Për të kryer, shiko sa fjalë kur hyn brenda dhe përkthehen mësandaj nga përkthimi dhe si thua ajo përmbledhja biblike, ku çfarë del. Dhe të flasim mësandaj gjëra të tjera që po ne unë mund të adhuroj çdo ditë. Po normal që mund të adhurojmë çdo ditë. Normal që mund të mblidhemi çdo ditë të javës. Vendosim në këtë rast një mbledhje të veçuar në zemrën tonë. Por dita e Tij, vëlla motër, nuk duhet shkelur, nuk duhet lënë me njënë. Le ta shikojmë, vëlla motër, pastaj do rikthehemi në Galatasve, sepse është gjithmonë ai Galataset është ajo arsyeja që shumë njerëz nxjerrin me to e mos një arsye për të anulluar karakterin e Atit, të rrugën e drejtësi, ligjin e Tij. Po Galatase vërtet fundos çdo gënjeshtër, por do ta marrim së shpejti në mësim, e kam bërë më përpara dhe në anglisht, por erdhi koha për ta asimiluar, për ta zbërthyer në shqip, që nga kapitulli i parë deri në 6.
Në sabat nuk ka punë, nuk ka gatim, vëlla motër, i bën më përpara. I bën në këtë rast në të enjten, të premten, i vendos në frigoriferi, le menjanë, mund të ngrohësh, mos andaj të shtunën, çdo gjë që mund të japësh, është një ditë e veçuar, mund të japësh qumësh me disa gjëra, biskot apo fëmijëve, në këtë ka një mënyrë që ti në këtë rast të vjen ndaj ditës së tij dhe menaxhon atë ditë. Por normal që ke gatuar më përpara, e ke bërë në këtë rast të blerje, të shitje tende në atë ditë, nuk bën gjëra të tilla, në këtë rast nuk i futet pastrimit larjes me themel. Normal që kur ka gjëra që bien apo uji është e vërdall, normal do ta pastrosh, dhe kur ha bukë do ta ngresh, do ta pastrosh tavolinën, por ka fjalën që mos i futesh punës në këtë rast apo të fillosh të lavatricën apo gjëra të tilla, ka presin, ato gjëra presin. Si thamë dhe vetë shkrimi e thoshte që nuk do të udhëtojmë distanca të largëta sepse sjellin lodhje. Vetë se në rastin si thashë për emergjenca lavdiatit bëhet. Është një pushim fizik, shkojmë në kishë, miqësi, mbledhje e veçuar, lavdiatit. Lutesh, lexon Biblën atë ditë, miqëson me vëllezërit e motrat në Mesian Jeshuan, shpërndan lajmin e mirë, shëron, çliron, ushqej, inkurajo. Ngushëllo, vizito një vëlla, një motër në nevojë. Është dita e tij, është verë për njeriu. Prandaj pa pak më përpara që çfarë është verë, është krijuar. Është për ne. Njeriu është prioriteti në atë ditë lavdiatit. Kishin sekte të tjera në këtë rast të judaizmit dhe shumë njerëz në atë kohë që Mesia përballeshe, në këtë rast që kishin traditat e tyre, mënyrat e tyre. Në këtë rast erdhi Mesia dhe i kundërshtoi dhe foli hapurazi për të thënë që ju keni anulluar urdhrimet e Atit për traditat tuaj. Në këtë rast ishte urdhrimet për ta duar njëri tjetrin. Në atë parë po ndaj Atit, por dhe për njëri tjetrin. Apo jo, shko tani mos u shëro në ditën e sabatit, mos u çliro. Në këtë rast nuk mund të blej diçka sepse ndoshta ai person ishte në momentet e fundit apo goja po i thash apo ku ta di unë. Është njeriu, mund ta marrësh në atë moment, vëlla motër, po jo se te ne bëjmë vedije që unë do vete të blej, apo unë do vete të bëj këtë gjë, ndërkohë që është kundra shkrimit. Janë disa aspekte për të sjellë balancën lavdiatit. Balancën në ato ditë lavdiatit. Galatasve 3:11. Shko çfarë thot shkrimi. Shikoj vetë në ekran dhe mos ndaj marrim Galatase që nuk ka të bëj fare me anullimin, sepse vetë shkrimi në këtë rast thotë që neve nuk shfaqsohemi, ka fjalën me anë të ligjit përpara Atit. Si e ka fjalën për atë shfaqsimi çfarë është, ai pastrimi në këtë rast është ajo vulosja e frymës së shenjtë iniciale e fillimit, ku neve në këtë rast besuam tek Mesia lavdiatit dhe nuk mund të shpëtoheshim me anë të veprave. Këtë ka fjalën në fillim të vargut 11, por le të shikojmë çfarë thotë më poshtë, sepse gjithmonë kemi, unë lutem Atit që shumë në këtë rast të marrin në këtë rast atë përgjegjësinë personale duke vazhduar çik më poshtë në shkrimet. Dhe jo marrim një varg dhe ja ndalon aty. Nuk ndalon atje në këtë rast logjika apo mendja e autorit, e frymës së shenjtë në këtë rast që ka dashur të flasë neve. I drejti do të rrojë me anë të besimit lavdiatit. Neve çdo të të rrojë me anë të besimit apo jo. Për premtime që Ati na ka dhënë, shpresa që ndodhet tek ne lavdiatit që do shfaqet Mesia, ajo është besimi jon apo jo. Lavdiatit dhe këtë ne duhet ta themelojmë çdo ditë, të shikojmë lart, të mbajmë zemrën në këtë rast alert, që në këtë rast duke patur besimin e plotë tek Ati. Dhe thot mas ndaj vargu 12, ligji nuk është nga besimi, thot, por çfarë? Njeriu që do t'i bëj ato, do t'i bëj çfarë? Veprat e ligjit, se po fliste për ligjin apo jo. Në këtë rast njeriu që do të bëj veprat e ligjit, do të rrojë me anë të tyre, do të rrojë me anë të besimit, lavdiatit, dhe do të rrojë me anë të veprave të ligjit. Ja, kemi dy aspekte që shikon ti në ekran. Dhe kjo është në harmoni më së ndaj kër shikojmë Jakovin 1:25, të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë, sepse mëkati në këtë rast na fut në skllavëri, na mban peng, në zgjedhë, në këtë rast dëshpërimi apo diskurajimi. Vëlla motër, në atë moment duhet të ngrihesh lart, duhet të ngrihesh dhe duhet të kërkosh fytyrën e tij, sepse të gjithë na ndodh her pas here. Që në atë moment besimi nuk është i fortë, por ti në këtë rast duhet ta forcosh. Davidi e forconte zemrën e tij tek Ati.
e ka ati Elohim dhe ti do ta kërkosh masandaj dhe do vi fryma e shenjtë. Shumë herë fryma e shenjtë nuk vjen në zemrat tona, di pse? Sepse kemi diçka që neve duhet të largojmë, të pastrohemi. Në momentin që neve bëjmë atë rrëfimin e mëkatit, në të rast që ti mund të qëndrosh një moment dhe ekzaminon veten tënde, a ka diçka që unë kam kryer kundra teje? Dhe lejoj për një moment heshtje reflektimi masandaj që do vi fryma e shenjtë do të kujtojë. Ndoshta mënyra se si folëm, ndoshta mënyra në të rast se si shikuam, apo në të rast të gjëm që kryem, dhe ti masandaj merr përgjegjësinë tënde të pendimit, rrëfen mëkatin dhe sot e para Gjonit 1:9, dhe ai është besnik, të fal dhe të pastron nga çdo paudhësi. Paudhësia e dim që është mëkat, para Gjonit 5, mëkati është shkelja e këtij ligjit, dhe ti fillon në këtë rast ti atë, si thua, fillimin e asaj dite, atij momenti të mirë, prapë restaurimin në praninë e Atit, por që nuk duhen bërë me atë shkelje të ligjit që është mëkati. Ne erojmë me anë të besimit dhe erojmë me anë të çfarë veprave të ligjit, me urdhrimet, ligji përmban urdhrimet, festat e Atit, sabatin, lavdi e emrit të Tij. Okej. Vllamotë, le të shkojmë tek mësimi. Çfarë unë kisha në zemër dhe e di që her pas here dalin pyetje dhe këtë motër e mora sepse po meditoja çik më thellë për disa aspekte që ti më kisha folur kur para ca ditësh kur isha në Shqipëri, më kisha thënë diçka, isha lutur siç më dërgove dhe do ta shikojmë në këtë rast. Unë mora diçka motër dhe do ta flasim. Në fjalë të urta 26:2, siç e shikon në ekran, shkrimi thotë: ashtu si Harabeli fluturon andej këndej dhe dallandyshja fluturon, kështu mallkimi pa arsye nuk ka efekt. Ndoshta shumë prej jush nuk e kanë parë të varg. Por çfarë po thotë? Ashtu si çfarë? Ashtu si Harabeli, ta zogu në këtë rast dhe Harabeli dallandyshja janë zogj, thotë fluturojnë andej këndej, kështu dhe mallkimi thot pa arsye nuk ka efekt, nuk qëndron mbi ty, sepse Harabeli thot fluturon andej këndej, nuk ka qëndruar akoma. Dhe ndyshja vetëm fluturonte, por e ka fjalën kur ne nuk e hapim rrugën vëllai, kur nuk ka arsye thot, pa arsye nuk ka efekt ai mallkimi në jetën tënde. Kjo është e lidhur vëllai direkt dhe drejt për drejt, dhe unë u luta me Eksodin që shikon me Eksodin 20. Çfarë thot Eksodi 20? E ka fjalën, një nga urdhrimet e Atit, që është urdhrimi i tretë, thotë nuk do të përulesh përpara në këtë rast shëmbulltyrave, nuk do të përulesh përpara tyre, as do t'i shërbesh, sepse unë Jahve Elohimi yt jam një Elohim xhelos që dënon padrejsinë e tërve mbi fëmijët të tyre deri në brezin e tretë, të katërt të atyre që më urrejnë, thotë, dhe unë, thot, nga ana tjetër përdor dashamirësi për mira për ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Tani, duke zbatuar urdhrimet e Tija, vëllai, Ati nuk na ndëshkon. Mallkimi nuk ka në këtë rast efekt. Përse se në momentin që neve shkelim urdhrimet e Tija, fillon në këtë rast të çfarë? Fillon ky vargu që shikojmë në këtë rast që Ati dënon padrejsinë e etërve mbi fëmijët e tyre në brezin e tretë të katërt. Çfarë do thotë? Që fuqia atyre mallkimeve që fillimisht ne nuk pa arsye ecim në rrugën e drejtë, që ne na kërkohet të ecim në rrugën e drejtësisë, në urdhrimet e Atit, nuk ka efekt. Të rast, Ati në këtë rast nuk na dënon, nuk na ndëshkon, vëllai, çdo gjë që lejohet në jetën tonë, lejohet dhe nga e ligu, lejohet sepse Ati në këtë rast po flet diçka në jetën tënde. Neve mund t'i marrim për momentin, po ja, siç po diskutoni motër, u luta, por në këtë rast kur Ati të kujton diçka në të kaluarën, që neve kishim bërë, po të thotë që, ka thotë vllai hapur, sepse unë u luta dhe mora dëshminë me njerë dhe këto dy vargje ishin që Ati më dha, ndodh sepse po të rikujton që të mos jesh pjesë e atij dënimi, sepse ndoshta kemi hapur rrugën, që kemi shkelur urdhrimet e Tija. Atë në këtë rast është rruga personale që neve ekzaminojmë, që mallkimi mos ketë efekt vëllai, sepse në momentin që neve hapim rrugën, ai mallkim që neve më përpara për shkak sepse kishim bërë disa gjëra që nuk i dinim, normal ishim pa shpresë, pa Elohim,
pa atin në këtë botë bënim gjëra siç bëjnë paganët, siç bëjnë idhujtarët. Por në momentin që hapet rruga, masandaj ai mallkim çfarë ka efekt. Sepse fillon arsye, ja ku kemi, po të shikosh fjalët e urta 26:2. Nëse ti e kupton vëlla motër, fjalët e urta 26:2. Masandaj do kuptosh ecjen tënde frymërore dhe kujdesin që neve duhet të kemi. Përse se thotë dënon pa drejtsinë e etërve, thot mbi fëmijën në brezën e 3 të 4, thot për ata që më urrejnë këtë fjalën që etrit tuaj nuk ecin me mua, por dhe juve, sepse ndoshta kur ishit pa shpresë pa Elohim, thot ju po ecni në atë rrugë. Por tani thot erdhën në njohjen time nëpërmjet birit tim, thot u hyrën në beslidhje. Tani thot ju duhet të më doni dhe të zbatoni urdhrimet e mia, që në këtë rast çdo gjë që fluturon ditën apo natën, çdo shigjet, çdo mallkim, nuk do ketë efekt në jetën tënde, sepse nuk kemi dhënë arsye vëlla motër. Ky ishte shkrimi që unë mora motër, shpresoj që ti të kesh marrë mesazhin për atë gjë që biseduam. Le ta shikojmë prapë në të njëjtën kohë. Po ta shikojmë në ekran siç e shikon. Në Isaia, në Jeshaja 8, është në të rast e njëjta situatë, pak a shumë e ngjashme me vargje që prekën pak më përpara. Sepse po të shikojmë, në fillim kemi atë këshillimin që vjen në këtë rast shumë herë, dhe unë lutem atit vëlla motër që këshilla që ti do marrësh më njëherë në zemrën tënde është në shkrimin dhe në ekzaminimin që apo ecim në rrugët e tia. Me njohjen që ke, me në të mirën e mundshme që ti po praktikon apo jo urdhrimet e tia. Dhe them diçka vëlla motër, besimi në atë të parë është urdhrimi i parë që mund të them në thonjza. Sepse për ta duar atin në këtë që është urdhrimi i tia i pari, ne duhet të besojmë që ai është. Do të besojmë në këtë rast dikujt që ti beson dhe e do të person. Dhe ne besojmë që ati në këtë rast ekziston, dhe ne besojmë që ai ka dhënë premtime. Në momentin që neve masandaj largohemi nga besimi, hymë në situata të shkeljes së urdhrimeve të tia, dhe masandaj gjërat ndodhin në jetën tonë. Vjen ajo, si thua ajo si themi, mbulesa, ajo rëndesa, në këtë rast dëshpërimi, ndoshta s'ke moment kohë të lutesh, nuk e kaluar kohë të mirë me atë, nuk e lexuar. Dhe vllajt të këshillon prapë, nuk lexojmë vetëm në këtë rast dhjetën e re, se nuk e kupton dot dhjetën e re pa lexuar në fillim. Parati ka thënë, sepse apostujt kanë thënë, çdo gjë Mesia në këtë rast foli për ato gjëra që ishin shkruar më përpara, që neve në këtë rast të drejtohemi në karakterin e atit, na drejtoj gjithmonë tek ai. Shkrimi thotë në këtë rast, nëse ju thuhet, edhe nëse të thuhet ty, vëlla motër, nëse ti mëson me dikë dhe të merr diçka prej atij, apo vëlla motër, ki kujdes për gjëra që në këtë rast merr, përse? Sepse shkrimi do ta dëshmojë në këtë rast atë që po them. Në rast thonë që të këshilloni me mediumët janë magjistarë, thotë, ata frymrat e fallit që murmuritin dhe përgjojnë, i ligu përgjon, dhe e di vëlla motër që fjala e njohurisë në këtë rast dhe me zërin e të ligut shumë herë në këtë rast ngatrohet. Sepse Satani di të tashmen dhe të kaluarën, nuk di të ardhmen. Por fjala e njohurisë flet për ngjarjet e të tashmes. Fjala e urtësisë flet për ngjarjet e të ardhmes. Dhe këto janë dhuntit e frymës së shenjtë të lavdiatit që ne besojmë si ministri, besojmë në fuqinë, në shërimet, lavdiatit, në çlirimet, dhe kemi patur provën dhe ka shumë dëshmi për i lemi janë. Nuk kemi nga ata që sot deklarojnë mbaruan me apostujt apo nuk besojmë në shërimi etj. Ka një mangësi pati pas mëshirë, dhe nuk formohet asambleja kishën në atë mënyrë. Tani ka fjalën që ne nuk këshillohemi në këtë rast, ka fjalën që ti duhet të kesh kujdes, sepse nëse dikush të vjen, dhe kjo është e lidhur lavdiatit që ma sol tani, është e lidhur me profetë e rejme, është e lidhur me ata që bëjnë shenjat e mrekullitë, ata që i nxjerrin televizion masandaj që unë e dija që do dilte në diçka e tillë. Dhe ja masandaj në Tiranë dalin profetët e rejme që marrin fjalën
Një ditë më përpara, vjen vajza dhe i thotë të shoqes, së shoqëruar të pastorit, masandaj, në shërbesin e tia, thotë të njëjta gjëra që vajza i tha një ditë më përpara. Normal që janë dishepujt nga Nigeria, nga Greqia dhe masandaj dalin çdo lloj gjëje që kanë parajmëruar. Dhe atin atë ditë më ka ngritur në 3:00 të mëngjesit. Dhe dikush më dërgoi një ftesë për të qenë pjesë e një asaj lutjes. Po çfarë pjesë të jesh të këshillohesh me mediumët, me frymët e fallit, që ka karizmatika apo çdo gjë që ndodh sot. Prandaj, kur shikojmë në ligjin për 13, thotë, se bën shenja dhe mrekullit, thotë, realizohen, thotë, ti mos shko, mos u këshillo me ta, thotë. Çfarë do të bësh sot? Duhet të konsultohesh me Elohimin tënd, vëlla motë, si konsultohemi me atin neve. Shkrimin e tia. Konsultohemi në atë që ti po shikon dhe unë po kam marrë apostafat vargjet për të sjellë harmoninë e shkrimit. Por ti dhe unë bëjmë atë diligjencën tonë, bëjmë kërkimin tonë në shkrimin për të ditur në të rast cilat janë urdhrimet e Atit. Unë të mos i shkel. A nuk tha vetë Davidi? E kam mbrojtur fjalën tënde që të mos më katoj kundra teje. Kë fjalë kishte në këtë rast beshe në atë moment ishte kuptimi asaj. Cili ishte fjala atje? Ishte fjalën për ligjin e tij të përsosur në Psalmin 119, vëlla motër. Komplet konteksti ishin urdhrimet që është ligji i tij në Psalmin 119. Ti kur ajo e lexoje në jetën tënde. 173 apo 6 vargje, por janë mbushur me jetë. Që ti në këtë rast do shiko, sepse është mbjellja që unë lutem atë që neve ta bëjmë, duke lexuar ato që vllai po ju këshillon, lexojini, sepse kanë qenë bekim vite më përpara për jetën time. Do kuptosh shumë prej gjërave që unë flas, mos andaj që flas për ligjin apo në këtë rast që po flisim që e ruajmë fjalën e tij, ligjin e tij, urdhrimet e tij, ne i ruajmë, i mbjellim në zemrën tonë, i ruajmë si bebi e syve tonë, thotë fjalë të urta 7:2, që i ruajmë si bebi e syve tonë. Që mos andaj të mos mëkatojmë, sepse mëkati është shkelja e urdhrimeve, shkelja e ligjit. Ne konsultohemi me Atin Elohim, çfarë ka thënë në shkrimi, pikërisht në ligjin për 13 kur flet për profetët e vërtetë, thotë, ti duhet të shikosh sot të lidhesh ngushtë me Atin, të kesh frikë prej meje, thotë Ati, dhe të zbatosh të gjitha urdhrimet e mia, në këtë rast dhe kështu, mos andaj do dallosh profetët e vërtetë që unë kam dërguar. Dhe është në përshkrimin, vëlla motër, gjithmonë në përshkrimin. Komo përpara unë kishte bërë një mësim për të dalluar në këtë rast profetët e rrem apo frymën e fallit nga fryma e shenjtë. Dhe normal që tani ekzaminoj veten time dhe ishin pjesërisht gjëra që në këtë rast unë kuptoja. Dhe normal që merrja 3-4 aspekte, po gjëja e parë që merrja vëlla motër ishte fjala. Dhe është shumë e vërtetë që ne shikojmë kë fjalën, për atë fjalë që ai në këtë rast që po të jep ty, po të thotë, po flet, po predikon. Por ti dhe unë do bëjmë dallimin nëse është fjala e vërtetë, nëse neve kemi lexuar personalisht, kemi shpenzuar kohë me Atin, kemi në këtë rast medituar apo kemi studiuar shkrimin e tij, nëse dhe unë jam plot i sigurt vëlla motër që ka plot pyetje tek ju. Mos hezito të rast të më shkruash. Vëlla, te nuk e kuptoj, sepse në momentin që ti në këtë rast do ta kuptosh shkrimin, atëre do jetë jetë, do të jetë për shpëtimin tënd. Mos e lejo që i ligu në këtë rast të mbaj larg asaj mos kuptimit të shkrimit apo them apo s'ka gjë e lexova, e mbarova këtë kapitull. Okej, pa, a e kuptove realisht? Kishin disa gjëra që ne dalin, vëlla motër, si ty dhe mua na dalin gjëra që ne nuk kuptojmë. Bëj pyetje që të formohesh në shkrimi. Fillon prej shkrimit vëlla motër në këtë rast. Fillon shkrimi që dhe shumë prej tyre do flasin diçka dhe ti, po flet shkrimin vëlla. Okej, po flet shkrimin, por ti do të jesh në gjendje që të kesh dallimin frymëror në shkrimin për gjërat që ai do thotë. Unë isha në një asambleë në Durrës, vizitova, por të shikoja pjesëmërinë apo një moment fliste diçka dhe thoshe, okej, kjo ka kuptim, kjo është në harmoni, është e drejtë çfarë po thotë. Pastaj 3-4 fjalë mbas asaj ishin komplet, domethënë një gjë që nuk kishte fare lidhje, nuk kishte kuptim dhe ishte vetë nga njeriu. Por normal që kanë rrugën e tyre dhe ndjenjta pastaj bisedova pak, por nuk ishte momenti. Megjithse do të kishte thënë diçka, por
ati më bindi mas andaj, ati pas më shirë për mua, por sepse gjërat i shikoja, gjërat u folën, disa gjëra u deklaruan prej tyre, dhe këta ishin ashtu quajtur pleqtë, se ishte kjo asamblej që kishin pleq, nuk kishin pastor njeri që drejton, por kishin atë pleqtë, janë 2-3 pleq që menaxhojnë kishën. Okej, është mënyra e tyre. Ati ka vendosur apostol, profetë, ungjilltar, pastor, mësues, po i ka vendosur për kresosjen shëntorëve, por lavdjatit. Gjithmonë ka një drejtues në të rast, siç ishte bariu i tonë Mesia Jeshua, dhe mos andaj janë në këtë rast vëllezër pleqtë që gjithsesi njeriu, edhe ai drejtues ka përgjegjësinë ndaj tyre dhe jemi përgjegjës ndaj njëri tjetrit. Kjo është gjë e mirë në kryesinë e tij. Por gjithsesi, atë që po thesha vëlla motë, ti dhe unë konsultohemi çfarë thot shkrimi, çfarë thon urdhërimet, dhe në atë mënyrë po merr fjalën e vërtetë, po mbjell fjalën e tij që është në gjendje të shpëtoj shpirtin tënd. Pra atë po vajtoja dhe ishte një brengë shumë e madhe. Një brengë që është një brengë mirë që të bën të jesh eso lavdjatit në frymë, të reflekton në shumë aspekte. Merri ti në kohën e dur, në kombin tonë, sepse u largova para sa ditësh, por ishte një eksperiencë e paharrueshme. Nuk mendoja që të përjetoja shumë gjëra të tilla, aq më tepër që aty po flet tani, që u largova për momentin, për atë një muaj që pothuajse që ndenjta lavdjati. Vazhdojmë tek shkrimi, vëlla motër. Vazhdojmë tek shkrimi. Le të shikojmë, ishte një varg. Po, në lidhur me atë, vëlla motër, Mateu 5. Kur ti dhe unë kemi dëgjuar shumë herë që shkrimi thotë, ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur në majtë të malit nuk mund të fshihet. Përse ka fjalën? Ja një pyetje të thjeshtë, a e kuptojmë këtë varg plotësisht? Tani, ko më përpara, të them të drejtën vëlla motër, unë e kuptoja pjesërisht. Okej, ju jeni drita e botës, okej, ne jemi drita e botës, do thotë që ne jemi ndryshe nga bota, por okej, çfarë do thotë më thellësisht? Ka të bëjë me ecjen, vëlla motër. Një qytet i ngritur në majtë të malit nuk mund të fshihet, e ka fjalën që ti nuk ke turp nga lajmi i mirë i mbretërisë që po vjen. E ka fjalën që ti ke një karakter të veçuar nga bota. Ligji ti është dritë, ti është dritë. Mesia tha unë në këtë rast jam drita e njerëzve, në Johana në Gjoni 1:4 mos gaboj. E ka fjalën që urdhrimet e tija janë llambë në këmbën tonë dhe në këtë rast janë dritë në shtegun tonë. E ka fjalën që ti në këtë rast do dallohesh që ecën në një mënyrë ndryshe nga bota, vëlla motër. Ti dhe unë duhet të dallohemi që ecim ndryshe nga një vëlla motër në besim. Duhet të dallohesh, sepse siç e shikojmë ka plot besime, ka shumë në këtë rast asamble të ashtu quajtura, që nuk përcaktojnë ecjen në drejtësi, në dritën e Atit, në karakterin e tij. Nuk e di si e bëra vëlla motër, por mbaj mend kur Pietri u mbush me frymë dhe masandaj drejtoi disa çështje farisinëve në atë kohë. Dhe unë isha në Durrës sa po adhuronja Atin para se të vinja në shtëpia dhe isha në makinë në të rast lavdjatit për momentin. Dhe aty ngjitur ishin në këtë rast dëshmitarët e Jovait kanë ndërtesën e tyre. Dhe ishin kryesia pleqtë, besoj që po dilnin dhe në këtë rast po më dëgjonin se unë kisha muzikë adhurimi dhe po ktheshin ndaj meje dhe por në atë moment nuk e di vëlla motër, më kapi fryma, mbusha me frymë dhe ato gjëra që thash më së ndaj për pendim, që i thirra në këtë rast për pendim të vërtetë, në të vërtetën e Atit, për të larguar nga doktrinat e rreme që mbajnë peng, thash, mbajnë peng njerëz në kultet tuaja, është koha për pendim, thash, sepse besojnë çfarë besojnë që Arkangjeli Mikaeli në këtë rast është Mesia. Ai masandaj la vendin e tij si angel dhe u transformua në Mesia dhe të tëra këto gjërat kaq marrëzi dhe heresi dhe i përmenda. Por u mbusha me frymë dhe i adresova sepse nuk po më mbante me fryma. Vetë ishte kur thotë
kur thot në vetë në shkrimin e Jeremia ishte fjala e tij që digjeshe brenda ti dhe në atë moment fjala e atit u dogj brenda meje. Dhe nuk e di vëlla motor, ku mas andaj mbas 2 orësh po realizonja veten, thash si I thash ato gjëra. Ndërkohë tër lagja aty ishin tërë njerëzit që imagjino pak a shumë në ku ishte në Golem. Njerëzit ishin jashtë, ishte ora 7-8 e darkës. Po më dëgjuan të tërë. Por nuk e di, më kapi fryma dhe thash, atë ki mëshirë për mua. Se thash sepse nuk e di çfarë mund të bëj ndonjë ditë tjetër thash, por kur të kap fryma vëlla motor, unë harrova veten time. Në atë moment nuk isha unë, ishte vetëm fryma që po fliste me zjarr, me zellin që isha brenda meje. Dhe e normal që mor mesazhin. Por ajo mas andaj është dëshmi kundra tyre në atë ditë, nëse nuk pendohen. Ti dhe unë vëlla motor duhet të dëshmojmë. Tani nuk po them që ti duhet të bësh të njëjtën gjë si mua vëlla motor, se është dhe në disave për lavditë të tia, me hirin e tia. Por kur të vjen ai moment, do të vinë jetën tënde. Mos hezito për të thënë drejtsinë e shkrimit, sepse ti je drita e kësaj bote. Ata janë errësirë, ka shumë sekte në këtë rast të quajtur të krishterimit që nuk ecin me atin. Por në këtë rast ti duhet të tregosh në karakterin e Mesias që ishte pasqyruar tek ai lavdiatit, karakteri përsosur I atit. Ti duhet ta tregosh. Nuk duhet të fshihemi. Po ashtu nuk ndizet një qëri për ta vënë nën babunë, po për ta vënë mbi shandan. Lavdiatin mbi shandan, pikërisht, nuk e vurin mbi kryqin, siç e vënë sekte të ndryshme, katolik ortodoks apo ta diun. Vendosja e qërimeve apo ndezja e qërimeve që bëjnë në laç apo gjëra të tilla, po brenda në ndërtesat e tyre, është praktikë pagane djallëzore që bënin që në kohët nisnin qërinjtë sepse kishte drita që ndoshta pastaj do lidheshin me hynitë. Dhe kur I vën drita mos andaj mbi torpë, është e njëjta gjë. Çfarë bënin? I frynin që të prenin dëshirën, lutjen e tyre që do dëgjoheshe mas andaj për të realizuar apo jo. Normal që edhe neve kemi bërë më përpara. Unë lutem atë që ti mos e bësh më, sepse praktikat e tilla janë në këtë rast të kundra shkrimit. Mbi shandan do vihet në këtë rast të kyçëri, do dallohet dhe do bëj dritë të gjitha atyre që janë në shtëpi me anë të sjelljes tonë, me urdhrimet e Atit, që është karakteri I tij, lavdimet e tij. Dhe normal që ti dhe unë vëlla motor mund të kemi betejë në hapësirën tonë, në familjen tonë apo në lagjen tonë apo ku ta di unë. Por ti duhet të qëndrosh. Do qëndrosh me urdhrimet e Atit, duhet të qëndrosh. Nuk duhet I përdosësh sabatin apo urdhrimet festat e tija. Duhet I mësosh. Do prekim, kemi për të folur lavdiatit do flasim për pak më në thellësi dhe për festën e frutave të para, ringjallja që ndodhi në festën e bukës pamaja vëlla motor. Dhe do ta flasim çfarë dite ishte ajo, sepse marrin masandaj tërë kjo e premtja, masandaj të dielën në mëngjes, nga dalin 3 ditë 3 nete. Nuk e di çfarë logjike është ajo, 2 ditë. Në kohë si tha, ishin 3 ditë 3 nete. Do t'i shikojmë shumë gjëra që ndoshta ti nuk e kuptuar apo na janë thënë në një mënyrë, por kur gërmon shkrimi pastaj fikon. Prandaj thotë vazhdon shkrimi thotë në vargu 16 besoj në fund, ashtu le të shndritë drita juaj përpara njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell. Do lavdërojnë nëpërmjet sjelljes tonë. Normal që mirësia, frutat e frymës vëlla motor duhet të jenë në jetën tonë. Shumë herë do përballesh dhe do kesh akuzime të rreme, do kesh do vi Satani në çdo lloj mënyre për të diskurajuar. Dhe nga njerëzit që I do me gjithë zemër, që janë në këtë rast ndoshta partnerit tënd apo vëllezër e motra të gjakut apo ka shumë aspekte që ndodhin. Por mbushu me frymën e shenjtë vëlla motor, në frutin e frymës, me sa lejon situata. Normal që vetëm si ja tha armiqtë tuaj do jenë ata të shtëpisë tënde, edhe kishte fjalën që ka një grup personash që do përjetojnë këtë gjë. Jo të tërëve tha, por sepse shumë herë shikojmë neve që një vëlla, një motër janë burrë e grua, janë besim, themi, wow, përse lutem atë që të kem dhe unë këtë porcion. Dhe unë ta kem këtë hapësirë në familjen time. Por tash kur u ndan gjërat tona ran,
Po ta themi nga ana tonë tradicionale që themi neve. Shkrimi thotë që ky është porcioni tonë, thotë unë kam iritim të mjafton, dhe mjafton vëlla motër. Çështja qëndron që ti dhe unë duhet të kërkojmë atin të gjejmë mbështetjen tek ai, sepse të tjerët do vinë, i ligu do vijë, ndoshta të viziton natën apo në puna, apo ku ta di unë, do të dalë në dyqan, do ndodhin shumë gjëra. Dhe unë shikoja që normal që nuk se jam i huaj, jam i vendit tonë, por se kam emigruar, e njoh realitetin tonë të Shqipërisë. Por si mund të manipulosh të ligun në Shqipëri me anë të çfarë? Mbushjes në frymë, me anë të lutjes, me anë të leximit të shkrimit dhe në këtë rast ati të lartëson, kalëron mbi çdo babiloni që shikojmë. Sepse kur ti dhe unë jemi mbushur gjatë ditës, çdo gjë që do ndodhi, sado që do ta shpoj ligu atë vaj nga ajo fuqi, nuk do boshohet menjëherë. Do kemi mundësinë që të kërkojmë fytyrën e Atit.